E keni postu një postim rreth aktorit shumë të njohur, Mirush Kabashi, Allahu e mëshiroft. Amin. Se ka qenë besimtar, ka qenë edhe poezi islame, ka... E ki postu kështu, i provokuar Mirush Kabashi nga gazetarët duke e pyetur me ironi, pse shkon në xhami, aty ku vjen era këmp, Mirush Kabashi me mençurinë dhe urtësinë e tij u përgjigj. Më mirë në xhami që vjen era këmp, pra era njeri, se sa shumë ambiente të parfumosura ku vjen era korrupsion dhe krim. Po unë e pashkët, si post e pash edhe e ripostova. Po e ripostova, më pëlqeu ajo mendësia e tij. Ajo racio që Mirushit që ka jetu me taj. Një njeri i lexuar, një njeri i shkolluar, një njeri intelektual, një njeri që nuk ja ka dhënë mendjen që dikush tjetër t'ja punoj, por ka mendu me mendjen e vet. Kështu njerëzit racional mendojnë. Po t'ju kishte dhënë kjo pyetje dikujt që mendsinë e tij e ka, domethënë të korruptuar, nuk kishte ditë me dhënë kësi përgjigje. Edhe më pëlqeu domethënë ajo përgjigje e tij që e shef se ai njëra kon shumë i thella kon. Ka ditë me mendu mirë, ka ditë me bë krahasime. Domethënë era e zullumit për ta është më e madhe se sa era e materialit, domethënë që është e kamve, e që ato kam kanë shkuar me i bën sejdë Zotit. Megjithse kjo nuk arsyeton një namaz falës që të shkon me erë të keqe. Absolutisht. Mos mendon dikush se besimtari duhet të jetë i pastër, se pastërtia është gjysma e imanit. Nuk është gjysma e imanit. Këtë Islami është pastërti. Pastërtia shpirtërore, pastërtia mendore, pastërtia trupore, nuk ka gjë dhe nuk ka diçka me vlerë nëse nuk ka pastërti. Mirë po, gjithmonë ato armiqt kur mundohen me sulmu Islamin, i gjenë disa defekte të besimtarve që ta sulmojnë Islamin. Na nuk themi se është mirë me shku me kom të lakta, me qerap, me erë, ose i pa parfimosur, ose me shku ashtu qysh s'na ka hije, po është më mirë se sa ti që shkon me katllike, me erë, me parfum, me korrupsion. Mendësia e Kabashit, Allah e pas do rahmet, që ka ditë me i dhon përgjigje. Provokatorit. Më mirë është era kamës, e cila domethënë nuk ka zullum, se sa era e një parfemet që është engulfat me zullum. Kjo është një mendësi që duhet ta kemi na besimtarët, apet po e tham, kjo nuk është për me arsjetuar atë. Qartë. Po mendësia e Kabashit, domethënë për njerëz provokator, ka qenë tamam përgjigje që u ka mbyll gojen, edhe na motivon neve besimtarve se si duhet mendojna. Dhe si duhet t'u japim përgjigje njerëzve që vazhdimisht mundohen që na kapin me disa gabime. Na nuk kemi të përkrim mësona. Edhe na si besimtar gabojmë. Por kjo nuk do të thonë se Islami është gabim. Na jemi njerëz, edhe na ndikohemi ndonjëherë, edhe na mund bëjmë gabime, por kjo nuk është arsye për t'i etiketu gjithë besimtarët se këta janë njësoj. Jo. Sikurse e kundërta. Për shembull, nëse një jo besimtar e bën një vepër të keqe, kjo neve nuk duhet me na nxit që krejt jo besimtarët janë të njëjtë. Duhet jemi drejtë edhe na. Absolutisht. Domethënë nuk duhet t'i paketojmë. Ashtu sikurse na nuk pranojmë që dikush neve të na paketon për gabimin e dikujt. Ti ndajmë që të jena dhënë të dhitë, ta ndajmë shapin prej sheqerit. Lut Zotin e Madh që Allah të na drejtojë, të na udhëzojë, të na vetëdijsoj, e të na bashkojë. Njerëzimit i kemi borx, njerëzimit i kemi obligim që të sakrifikojmë, të jemi të dobishëm, të promovojmë të mirën, të jemi të zhurmë shumë pa incident, duke e propagandu të mirën dhe vlerat njerëzore, vlerat e Islamit. Jeta është luftë, na duhet t'i pranojmë të rregulla, mos presmi se një ditë domethënë nuk do të kemi sulmues.
Kjo është mejdani i dunjos, ashtu sikur se Allahu në Kur'an ka thonë alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahu është ai i cili ka kriju vdekjen edhe jetën që t'ju sprovoj. E na çta po dojna me fshi, s'po dojna me na sprovu, s'po dojna me u sprovu, jo vazhdimisht kemi u sprovu. Edhe çdo ditë është një faqe e re e sprovës. Çka ka thonë Allahu në Kur'an? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Që t'ju shoh, jo që Zoti se din, por na vetveten ta shohmi, që t'ju shoh edhe ta vërtetoni se kush për juve do të jetë më veprimir. Allah na boft për mirë. Kush në këtë adresë e kush në këtë adresë. Qartë. Allah na boft për veprim. Amin ya Rabb.